Ja, tash kemi arrit fshatin e Reti. Jem sot me 13 qershor në Reti Travecit në ditët e 26 vjetorit çlirimit të Kosovës. Këtu veç po vendoset sot gurthemeli i Kullës, një nga vendet ku pas ofenzivës të verës është riorganizuar qeveria me Tonin e Micin e komandant tjerë. Tash do të shtim dhe mus pak në fol. I tha që është i këtij fshatit edhe ka qenë një nga ish komandantët. Dhe mus urime kjo kull e inshallah e gëzonit gjithë e gëzon Kosova. Çfarë ndjenja jon pas sa vitesh, domethënë? Është me të vërtet, edhe pse kanë kalu 26 vite prej luftës, po ne e ndim në gjak, e ndim çdo ditë. Edhe të mirat, edhe të qijat, edhe humbjen që kemi pas, po edhe ato me emocionet e fitores, se emocioni i liris, ditën e çlirimit, ajo nuk përshkruhet me asgjë, pse kemi pas humbje, çokve, dhimbje, po i kemi kthyer në krenari. Sot ne po vendosim gurthemelin e kësaj kulle, që t'ja lëm historisë. Retia është baza ushtrisë çlirimtare në fund shtatorit veç ka fillu këtu riorganizimi. Në fillimi i tetorit 1998 veç na gjen neve këtu të kazermu, bashkë me shokët gjitha anëve, jo vetëm këti vendbanimi këtu, po gjitha anëve. Ka qenë Indjeri Sabedin Sena, profesori Sosi, ka qenë Toni Mici, Maji Rasani, Gjem Gashi, e plot tjerë, të cilët ishim këtu edhe në ditët më të vështira ku ju tregova më përpara, edhe në ditët që kena humb shok. Në këtë rrethim kemi qenë edhe kur është vrarë Toni e Mici që ranë. Ato e kemi ndje në zemër, po ne kemi vazhduar luftën. Kemi vazhduar luftën deri në çlirim. Edhe dita e çlirimit ka qenë ajo që na i ka plotësuar zemrat. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit, urime e gëzofshim gjithë. Retia dan Retijës. Tash kanë filluar të bohen edhe Lehat Basha, ish komandanti i brigadës 125. E vape përvon pak mëse mirësh me beton. Hajde. Mira, hajde inshallah vazhdojmë. Hajde urime. Hajde për herë. Hajde gëzoft. Hajde drejtore, hajde bajro aty. Egzofshe. Simbolik. Hajde veç ti kapa kreç s'është respekt. Hajde Danur, egzoft. Ka për kulicë. Opa. Përshëndetje për gjithë të nderuar të pranishëm, familjar dëshmorëve të rastës sot këtu. Sot 26 vjetorin e ditës së çlirimit të Travecit, po e vendosim gurthemelin e Kullës Reti për me dëshmu për brezët që do të vinë me tregu historinë se lirinë e kemi fituar me gjakë, nuk në ka ardhur durat. Na e kemi para pa me ndërtu një kull këtu në këtë pjesë. Kulla do të përfshi dhe tjetë si bazë, Retia u konë bazë 3 brigadeve. Këtë kuve kena para pa më konë me 3 hymje. Në hymjen kryesore brigada 124, hymjen tjetër brigada 125 dhe brigada 126. Është para pa ndërtimi i parkingjeve paret, të gjitha pjesë përcjellësit të kullës, ndriçimin e gjelbrimit që janë paret, parkingjet e një amfiteatër. Shpresojmë që
kena me kry shumë shpejt edhe në vitin ardhshëm, ditën e çlirimit edhe me paruru këtë kurth. Kullohet 2 kaça, po? Dy kaçe, Është me gur, Po është me gur. sa janë dimensionet? 10 me 8, ha? 10 me 8. 70 metra E, katror. Ky parkingu apo mu bo me kaldram, Me kaldran. po? Ka me pas edhe ulse plus një amfiteatër verore, po? Mirë shumë. Sa kushton kontrata? Vlera është diku rreth 131.000 euro, po këtu përfshihet edhe një pjesë që është një amfiteatër te kulla tjetër. 107 euro e bjen dhe shkollën me 107 pjesa euro tjetër e është bjen pjesa e te tonë kullës me. e. E çon. Faleminderit, Bosh. Komandanti brigadën 65. Në ti është vend i vogël, po akon me rëndësi të madhe dikur. Në të shok në mungojnë. Pejtonit e miqit e Skënderë Gjepit e tjere, plot, po plot janë edhe gjallë. Cilësinë e komandon brigadës. Faleminderit kryetar, faleminderit të gjithë edhe pse thash nuk do të promovohemi diçka, po patjetër emocionet më shtinin këtu. Edhe po i bashkangjitet asaj këngës në Ravec kem kunakun. Edhe më emocionoi ky djalë kur tha një hymje do ta ketë një brigadë. Edhe pse brigada 125 ishte e vogël në fillim, hapat e parë, komandimin e parë thash po nga ky fshat bashkë me juve të keni këtu sot si brigadë 124, të cilët ja kisha lakmi dhe gjithmonë kam qenë, ja thëmë hapës, kisha qef ta komandoja këtë brigadë, sepse ishin njerëz pjekun, ishin një brigadë ushtarë të tonit miqit, ishin ushtarë që kishin pas beteja të ashpra, këtu parë ishte po kolegu im në atë kohë që u vra këtu oficeri dhe shumë çështje emocione që më lidhin këtu. Kryetar, ti jesh në Ravec dhe bashkë me luftëtarët e Ravecit po i përfshin, po përmendi fshatër për gjithë. Është një privilegj tash edhe për mua, por është edhe një krenari, një respekt që ju keni ndaj me dhe unë ndaj jush që zdo ta humbi kur derisa të jem gjallë. Kur vin këto treva dhe i thash edhe disave, me kujtohet të loqi kur meta me qipe dhe 12 dhe i retie suce së në disha, por edhe kalum në atë kohë në retie dhe takova djent e brigadë 24, djent fort, opterush, zotëqisht e rende gjithë. Unë gjdo manifestim kur vi këtu dhe kryetari ma ban një ndert madhe dhe të lapidarin qendrë edhe të ramja, vendi ramjes tonit dhe miqit, që përzemërsisht e falenderoj për respektin që ka ndaj mi. Vi nga lindja Kosovë, nga Kamenica, kur se ka ditë, dhe këtu që 27 vite jam, në vend lindje time veç 17 vite jetova, dhe kur su ktheva atje, prandaj ju të gjithë bashkëluftëtarët e mi, jeni të vëllezërit e mi, më të afërt e mi, më shumë ju e takoj së vëllezërit e mi, dhe më shumë e shkeli këtë tokë se fshatrin tim atje. Dhe kjo kull është kulla e 3 brigadave të cilat këtu vepruam, këtu lam eshtë, këtu gjaku, këtu vojtjet të gjitha në këtu rajone. Prandaj kryetar, në emën tim dhe brigadë 25, ju falenderoj juve për këtë iniciativë edhe gjithë bashkëluftëtarët jenë gëzuar këtë ditë që sot u vugur themeli këtu dhe ta gëzojmë të gjithë bashkë që në manifestimet e ardhshme që nuk janë të pakta në këtë rajon, sepse vetë manifestim po tregojnë se sa dëshmor, sa iniciativa, sa ofenziva, sa operacione, aksione kemi në këtë territor. Prandaj ta gëzojmë të gjithë të bashku, kurse lavdia dhe krenia i mbetet të dëshmorëve, invalidëve dhe të gjithë ata që dhanë kontribut. Edhe njerë kryetar, në emën brigadës, urime festa e çlirimit të Ravecit, jeni shembull se si trajtoni luftëtarët dhe si përkujdesi për familjet e dëshmorëve. Ne këtë kënaqësi në Prizren nuk e kemi. Faleminderit shumë. Që keni ardhur këtu, faleminderit kryetar i komunës, edhe ne mund këti vendbanimi, po edhe ne mund shokve, ne edhe njëherë ju falenderojmë për këtë iniciativë edhe për këtë themel të kësaj kurve. Një dy fjalë në qoftë se s'ju pengoj, shpejt e shpejt i kam përgadit, në qoftë se s'ju pengon, vete, jo, absolut jo. Ne ishim atje ku të tjerë nuk do donin të ishin.
Ne shkuam atje ku të tjerat kishin frikë ishin, edhe të shkonin, dhe bëm atë që të tjerat nuk arritën të bonin. Në periudhë, në përjetuam humbjen, të ftoftin e humbjes të shokëve dhe familjarëve, por përjetuam edhe gëzimin dhe emocionin e fitores. Edhe pse mbas 26 viteve, po e mbjellim kalon e historisë. Edhe pse disa donin ta mbillnin me patate retinë e Don Retis, retinë e bujarit Ramadanit e Avniut. Retinë të cilën në gjiun e saj kazermoi 3 brigada në riorganizim. Retia e cila u bë themel i parë i riorganizimit të UÇK-s dhe kazermimit. Faleminderit gjithëve edhe një herë. Faleminderit edhe urime për këtë punë. Faleminderit. Nureddin, jetë ose jup? Koincidencë se sot ne e përruam një objekt të rëndësisë veçantë historike, Muzeun e Bajram Thurit në Krushmota, dhe po e nisim një projekt tjetër që lidhet me poshtu me historinë tonë. Historinë më të re, cilën ne kemi përjetuar vetë, pothuajse shumica prej nesh, kanë qenë pjesë e kësaj historie. Prandaj kjo është ajo që mbetet brezave, në fakt Musa e përkufizoi jashtëzakonisht bukur. Është bërë diçka e jashtëzakonshme, do të thotë vetëm nëse imagjinohet periudha pas 25-6 vjetëve dhe periudha ku jemi sot, po i ndërtojmë gjithë këto objekte të rëndësisë infrastrukturore, historike, kulturore, e kështu me radhë ndërtohet është edhe kjo kull që do të ndërtohet këtu, që simbolizon një epokë të lavdishme të kombit shqiptar. Prandaj secili prej nesh e ndjen veten pjesë të kësaj kulle, të kësaj historie, se kemi kontribuar nga pak. Por gjithsesi ajo që do t'ju lëm trashëgimi brezave është fakti që e kanë Kosovën, ata që vinë pas nesh, dhe Kosova tani është e lirë, po ecë përpara me ritme të shpejtura. Shpresojmë që në të ardhmen vim festojmë prapë këtu bashkë, edhe të festojmë edhe të ju gëzohemi sukseseve e arritjeve tona të përbashkëta. Urime të gjithë bashkëluftëtarëve, kryetar për gëzime. Ata Mamusha nuk ka konë komunë, megjithëse i ka shërbyer luftës për liri. Na nuk kemi vrejtje për Mamushën, po lidhet Suarek, Prizren, Rahovet. Brigada 124, Brigada 125 dhe Brigada e cila nuk o që kam rrej shumë mu konsolidu e mosovizu, Brigada 126 Hasi. Kjo nuk do të thotë që Brigada 123 nuk ka qenë e përfshirë në proces. Hajtë pi përmenit do emra konkret. Këtu ka qenë i përfshirë jashtëzakonisht fuqishëm Toni, Mici, Selim Gashi, Bekim Gashi, ka plot dëshmor. Këtu ka qenë i përfshim në riorganizim. Mensur Zyberaj dhe Bedrush Gashi. Këtu kanë qenë të përfshirë pi përmendin e herë këta që kanë rënë. Kanë qenë të përfshirë në riorganizim Skender Recep, që është dëshmor, me shok që kanë rrallë më pastaj me 11 mars në autonomën. Pra kanë qenë të përfshirë në riorganizim disa formacione të cilat kanë rezultu me përgatitjen dhe aftësimin e 3 brigadave, edhe simbolikisht kulla do t'i ketë 3 porta. Pra 3 porta të cilat dëshmojnë, domethënë, identitetin që përfaqëson, vlerën që përfaqëson, kuptimin që ka fshati Ritini, fshati vogël, me një numër të konsiderueshëm të luftarëve, me dëshmor po ashtu, me martir, po edhe njëkohësisht një vend që i ka shërby ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën operative të Pashtrikut, posaçërisht në procesin e riorganizimit, përkatësisht rikthimit, rigrupimit të luftarëve të lirisë që kanë vazhduar luftën më pastaj deri në fitore. Pra, kjo kull është në Reti, sepse Retia ka qenë një koqire, po nuk është vetëm e Retis, është e zonës operative të Pashtrikut, sepse minimalisht 3 brigada kanë gjetë terren të përshtatshëm mikpritjen e nevojshme për mu riorganizu në etapën që ka ardhë më pas, e sidomos vitin 99 ka qenë një mundësi për me tregu guximin, me tregu vlerat. Brigada 124 po ashtu si vazhdimsi. Brigada 125 e përmendi komandanti Nehat Basha, edhe Brigada 126, dhe këtu kanë kalu, e kanë përshku këtë fshat, se këtu ka pas shtëpi bazë, ka qenë shtabi, këtu e kanë përshku edhe luftarët, këtë vend edhe luftarët e viseve të ndryshme. Edhe këtë kjo zonë
Edhe vetëm kjo zonë, që është në territorin administrativ të Rahovecit, ka qenë janë vende të shenjta, janë vende që o derë gjak, pra janë kontributet e njerëzve tonë, bashkëftarëve tonë, edhe rrezja e veprimit të këtij projekti që ka ndodhur, i riorganizimit drejt tij, e përfshin me fjalë tjera një pjesë të madhe të territorit të zonës operative të Pashtrikut, pa harru faktin që kanë ardhur edhe nga zona tjera dhe se kjo zonë ose ky vend ka shërbyer si korridor. Unë i falenderoj Retin, bashkëftarët e Retis, familjet, cilat i kemi shtëpit, cilat i kemi na kanë shërbyer si baza, edhe po ashtu respekti edhe parulja deri në gjunjë ju takon atyre që kanë dhënë jetën, që janë shokë tonë, tash Toni, Mici, Mensur Zyberaj, Bedrush Gashi, Skender Regjepi, ka plot të tjerë, pra është një varg i gjatë i dëshmorëve që kanë marrë instruksionet ose detyrat, kanë marrë orientimet nga ky vend, nga fshati Reti. Drejtoria e urbanizmit do ta ketë nën mbikëqyrje. 3 brigada kanë hedhë 7 këtu edhe janë nisur veprime luftarake në këtë territor, po edhe në territore të tjera që mos ai kalojnë edhe kupejt e zonës operative të Pashtrikut. Urime edhe njëherë gjithëve drejtor, Mosnali, bashkëftar, e di që ka kërkesa edhe për izbisht, diçka tjetër mund të bëjmë në Redin atje, diçka tjetër, po kulla korrespondon, sepse është vendi hapësira është 3 këndsh, korrespondon edhe me tonin e Micin atje që ani pse nuk shihet që do kodra, po korrespondon, ndërsa izbishti mund të korrespondu me përmes një simbolike tjetër edhe në diçka tjetër, si të qoftë jemi të interesuar me vazhdu projektin e institucionalizimit të vlerave të luftës, duke vendos shenja, pllaka, murona me gur, çka do që ne vlerësojmë bashkë, ne jemi të gatshëm mi financu me mundësitë tona buxhetore projektin e institucionalizimit të shenjave të luftës, të vlerave kombëtare, historike, e tjera tjera. Faleminderit gjithëve, urime e na pres të mora bashkë. Shihemi në ngjarje tjera, tash do vazhdojmë Krushe. Është një aktivitet për shpërndarjen e librave të mbijetuarit e masakrës që kanë dhënë intervista të cilat janë shndruar edhe në libër, po sinqizime mund të atë lexohen vepër.